Me broma dhe mirë se erdhët në 360 gradë dhe ne erdhëm për ju, sepse di që ky takim çdo të hënë dhe të ejte është kthyer tashmë jo thjesht një traditë se unë ndërtoj emisione me të ftuar, të thonë drejtën që mi kanë zili dhe mi marrin her pas here, por nuk mërziten, sepse më të mirën e japin në 360 gradë, por edhe sepse sot kemi lirin të themi shumë gjëra, të dëgjojmë shumë gjëra dhe të kuptojmë shumë pak gjëra. Madje mënyra më e sofistikuar për t'i bërë njerëzit që të mos kuptojnë fare ose të kuptojnë shumë pak është që t'i japin shumë informacion të pasistemuar dhe kontradiktor me njëri tjetrin dhe krijohet ai që quhet hutimi perfekt. Një gjë që ndodh për shembull në TikTok e keni vëre. Tani unë mbyll po. Mund të rish një orë dhe s'kupton si ku ora, sepse montohen ngjarje, pamje, episode, pa lidhje me njëri tjetrin, por të lidhin këmbë duar kohën tënde dhe trurin tënd. Kështu është edhe situata gjeopolitike. Pra, nëse kemi qenë të përqendruar gjithkohës tek lufta dhe paqja në Ukrainë, lufta po vazhdon në terren, paqja nuk po vjen, ka një zvarritje e cila tani është bërë disa herë një lojë kungulleshkash, të thonim ne në Shqip, ose një lojë matrioshkash që e kanë lojën e tyre rusët, është, se thua, ka indicje shumë të rëndësishme dhe shumë të rrezikshme për një përplasje midis Izraelit dhe Turqisë. Kjo sepse në mes është Siria. Kjo sepse Rusia është tërhequr nga linja mesme pothuajse fare dhe Donald Trump e ka mendje dhe përqendrimin diku gjatë e ka ke lufta ekonomike që i ka shpallur pjesës më të madhe të planetit. Atëherë gjithmonë më tepër forcat rajonale, fuqitë rajonale, në këtë rast Turqia dhe Izraeli, do të përplasen pa ndërmjetës me njëri tjetrin. Përpara se sa të prezantoj panelin, atëherë kam kënaqësinë kem Zotin Shala me mbrëma, Zotin Shala. Zona Bozheko me mbrëma, avokate po në këtë emision në cilësinë e një eksperte të drejtave ndërkombëtare. Letan Goxha me mbrëma, kapiten, dhe Ledion Krisafi, ekspert i gjeopolitikës dhe i sigurisë me mbrëma. Atëherë, kemi një analizë që na sqaron se përse përzgjodhen ndërmjet zhurmës së temave dhe përplasjeve këtë temë. Të lutem mishin. Izraeli është krejt kundër atyre që kanë marrë pushtetin në Siri pas largimit të dhunshëm të ish presidentit Assad që ndodhet në Rusi. Papritur gjatë konsolidimin e pushtetit të Ahmed al-Shara, aviacioni izraelit ka shpërthyer 3 ditë më parë disa sulme të tmerrshme. Objektivi kryesor ishte aeroporti ushtarak sirian në Hama, i cili është tashmë pothuajse i shkatruar. Por aviacioni izraelit goditi edhe bazën e Tias, duke shkaktuar dëme të rënda dhe zjarre. Pavarësisht shkatrimeve të mëdha që shkaktoi, njoftimi zyrtar i Izraelit ishte se ky është vetëm një paralajmërim për të ardhmen. Ne do mbrojmë sigurinë e Izraelit, kudo dhe nga kushdo që ajo cënohet, deklaroi prerazi ministri i mbrojtjes së Izraelit, Katz. Ky mesazh ushtarak ishte jo vetëm kundër presidentit të ri al-Shara, por sipas analistëve ishte edhe një mesazh kundër Turqisë dhe Erdoganit. Kjo sepse Turqia është një mbështetëse e hapur e qeverisë së re siriane. Pikërisht aeroportin ushtarak që u godit nga aviacioni izraelit i njohur ndryshe baza T4. Turqia po punon për ta shndërruar në një bazë të ushtrisë turke në Siri. Të gjithë njohin lidhjet e ngushta dhe speciale të presidentit të ri sirian, al-Shara, me Turqinë. Analistët gjykojnë se Siria e sotme, që ndodhet në kaos, është në të vërtetë një protektorat turk dhe Turqia nuk do të tolerojë më bombardimet pa paralajmërim nga ana e Izraelit, që prej dhjetorit të vitit kaluar ka ndërmarrë 48 sulme ajrore dhe 84 sulme toksore në Siri, duke përfituar nga fakti që vendi është pa ushtri të rregullt dhe në kaos politik. Siria është tashmë një mollë sherri ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, dhe kjo është e frikshme për kohët që po vinë, paralajmëron Instituti Middle East.
Zoti Shala, gjykoni jeni dakord me analizën e Institut Middle East, të cilin kemi referuar për të bërë këtë ndërkallje shpjeguese. Pra, është një eksplozion, është një minë me sahat situata në Siri dhe një përplasje e mundshme midis Turqisë dhe Izraelit? Mendoj që drejta saj po shkohet, po nuk do finalizohet një përplasje midis Izraelit dhe Sirisë. Edhe ka shumë arsye të cilet them do t'i trajtojmë pas po. Jo Izraelit dhe Sirisë, Izraelit dhe Turqisë. Për Sirinë. Për Sirinë, po. Dhe jo vetëm për Sirinë, sepse problemet janë pak të ndërlidhura edhe me shtete tjera. Desha të them pak shumë shkurt edhe për teleshikuesën se ka interes marrëdhëniet turko-izraelite kanë kaluar nga dashuri në urrëtie, dashuri urrëtie, apo po t'i themi kështu miqësi armiqësi. Turqia ka qenë shteti i parë në 1949, shteti i parë musliman që njohu Izraelin si shtet. Edhe një nga ta baballarët e kombit izraelit, David Ben Gurioni ka qenë në shtetas i perandorisë osmane, me shtetësi, domethënë, ka qenë i shkolluar në Stamboll për jurist dhe ka patur turqishten e flisë shumë mirë, pra në një farë mënyrë ka pas atë ndikimin e tij turk. Ato marrëdhëniet me pas shkuan shumë mirë, marrëdhëniet midis Izraelit dhe Turqisë, aq mirë. Në mbështetje të kësaj analize, kujtoj për publikun që komunitetet ebraike në periudhën e perandorisë osmane kanë gëzuar një mbrojtje shumë madhe dhe kanë jetuar shumë mirë, nuk kanë pasur përsekutim nga shteti osman. Pikërisht. Pra ka një traditë një background pozitiv në marrëdhëniet midis Turqisë moderne, si trashëgimtare e perandorisë dhe Izraelit. Pa ardhur në pushtet në 2002 partia e Erdoganit, ka patur aq marrëdhënie të mira saqë në atë kohë bile u fol kur u kap lideri Öcalan, u fol që ja dhanë në pjatë shërbimet, nuk e di sa vërtet mund të jetë këtë, nuk e kam të konfirmuar, por thanë që ja dhanë në pjatë shërbimit sekret turk, ja dhanë shërbimet e inteligjencës izraelite. Gjithsesi, kjo ishte... Ata që nuk e dinë, Öcalan është lideri i kurdëve, apo i Partisë Komuniste Kurdistanit. Dhe ka hyrë lojë tashmë prapë, së fundmi, domethënë Öcalani. Dhe para se të vinte marrëdhëniet ishin aq mira saqë aviatorët izraelit stërviteshin në territorin turk. Bënin guida, bënin kështu, ndërkohë që teknikët e aviacionit izraelit shërbenin edhe në Turqi. Pra marrëdhëniet ishin jashtëzakonisht mira. Ishin. Edhe me pas këto probleme vazhduan edhe me ardhin e partisë së Erdoganit, vazhduan këto marrëdhënie, në fakt ishin të mira. Por në 2010, në maj diku ose të 2010-s, një anije turke e ngarkuar me ndihma, do të shkarkonte ndihmat në Izrael dhe ajo anije quhej Mavi Marmara. Incidenti famshëm. Shërbimet izraelite kishin informacion se këta po dërgojnë armë fakt dhe zbarkuan dhe vranë 9 anëtarët e ekuipazhit dhe këtu filloi një përplasje e madhe, më pas po këta dy kanë qenë president dhe kryeministër, më pas Netanyahu i kërkoi falje dhe ofroi një dëmshpërblim për $20 milion për atë që ndodhi. Gjithsesi, duket sikur buka u thye, nuk pat më bashkime. Por, më pas, sidomos, marrëdhënia ekonomike ka pasur goxha, turistët izraelit kanë qenë frekuentues gati 800-900.000 në vit në Turqi, ndërkohë që pra marrëdhëniet kanë qenë të mira, ndërkohë që edhe shkëmbimet tregtare kapshin rreth $8-9 miliard në vit. Pra kanë qenë marrëdhënie shumë të mira. Për të dalë pak direkt kjo, mendoj që ishte me interes ta pasqyroshim këtë. Në momentin që shpërtheu në Gaza, u bë sulmi, një nga unë do ta quaja gabim taktik të Erdoganit, sepse ndërkohë që gjithë bota cilësoi organizatë terroriste dhe veprim terrorist, Erdogani pasi ofroi një ndërmjetësim i cili nuk ju pranua, quajti Hamasin organizatë të lirisë, televizis të lirisë, pak a shumë kështu. Kjo ishte që ran tash me gjithë vlerësimet e botës dhe këtu pastaj filloi një qarje e madhe midis këtyre dhe arriti pastaj përveç kësaj
lideri turk kërkoi që të dënoheshin të akuzosh Izraeli për krime lufte, gjë që më pas... Tani po flasim, më falë, zëshere, historiku ju është shumë e vlerë, për se njerëzit duhet kuptojnë sfondin dhe ku qarkullojnë dhe ndërthuren informacionet dhe dekriptimet që ne japim, por se, është që thoni që besëbim dakord, që nuk ka dashurit përjeshme, ka interesat përjeshme. Tani këtu ka një përplasi shumë e fort interesash. Përveç periudhës së dashurisë apo periudhës së habitshme një shteti madh me musliman, ndaj në këtë marrëdhënie speciale me Izraelin, gjë që krijonte një shqetësim të madh për Egjiptin, po edhe për botën arabe ka krijuar. Për botën arabe sepse duhet si një kalë troje, një çështjes islame në gjithë botën islam, dakor? Po. Tani gjërat po ndryshojnë sepse interesat perandorake ndoshta të Turqisë apo arroganca ushtarake e Izraelit, nuk di sa shpjegoj. Ata e kanë thonë që ne duhet të shkatrojmë gjithë depozitat e armëve që kanë në Siri, sepse nuk e dihet se çfarë vjen dhe Al-Sharahu është një person që ka një të kaluar me Al-Qaedën dhe njëkohësisht ka një mbështetje nga Erdogan. Pra, tu tani situata shumë e mpret. Po të lexosh analizat specializuar gjeopolitik të lidhjes mesme, thonë që situata është mund të shpëtojë nga kontrolli nga moment në moment, sepse Trumpi ka kokën nga ana tjetër dhe Putini është larguar. I vetmi që mund ta ndërmjetësonte ishte Trumpi. Të shohim. Trumpi tani ndërmjet Turqisë dhe Izraelit sigurisht nuk e dim se çfarë si qyshtek. Goxhaj. Përplasja e tyre, unë nuk mendoj. Edhe në lidhje me analizën që bëri zoti Shajra, domthonë që të ndërlidhemi me dakord. Unë mendoj që nuk është çështja e Sirisë si mollsherri. Problemi është e hegemonizmit të dyja palëve. Pra turqit shohin shtrirjen e tyre neo-otomaniste, ndërsa Izraeli ka interes shtrirjen e hegemonisë vet për të arritur Izraelin e madh. Pra ky Izraeli i madh, në rast se turqit arrin të bëjnë neo-otomanizmin e tyre, pra ta shtrinë atë dhe të bëhen lider në rajonin në lider në bazë të vendeve sunite, pasi ka një plan tashmë të deklaruar të Turqisë, ajo në bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar disa herë edhe në këtë radhë që ishte Fidan Hakan atje që do t'i tërheqin forcat e tyre nga Siria. Në momentin e tërheqjes forcave nga Siria, Turqia ka propozuar ngritjen e një platforme, ajo quhen platformë ndërmjet Turqisë, Jordanisë, Libanit, Sirisë dhe Irakut. Po. Dhe liderin e kësaj platforme do ta bëjë Turqia. Pra Turqia bëhet lideri i sunizmit në këtë dhe duke qenë si lideri i sunizmit në këtë moment, atëherë bashkon të gjitha vendet muslimane sunite në rajon duke ndaluar hegemonizmin izraelit. Dhe Izraelit i intereson të ndara këto vende, pra nuk interesojnë të bashkuara dhe në një leadership turk. Prandaj këtu kemi këtë përplasje hegemoniste të dyja palëve. Aktualisht të dyja palët në fillim kanë qenë pushtuese në Siri, ndërsa tash kanë ndryshuar pozicionet. Aktualisht Turqia nuk është më pushtuese sepse është me miratim të qeverisë siriane, ndërsa Izraeli vazhdon të jetë forcë pushtuese dhe shtet pushtues sepse nuk ka as miratimin e qeverisë siriane dhe as një miratim tjetër. Pra, pa miratim dy palësh, vazhdon të jesh forcë pushtuese. Po kjo është e para. Dhe e dyta, vendosja e një baze ushtarake turke ajrore, e cilën turqit kanë planifikuar pra në bazën e Palmirës, e cila i bie më në mes të Sirisë, pengon totalisht. Është e njëjta bazë që është bombarduar dje. Po, baza e Palmirës të katër. Po e bombardoi vazhdimisht. Ata turqit kanë deklaruar që me marrjen e bazës, pra do të vendosim atje dy lloje sistemesh kundërajrore. Pra si pari sistemi kundërajror Hisar, që ata kanë, dhe i dyti është edhe S-400, pavarësisht se për S-400 akoma nuk kanë marrë lejen e Rusisë, sepse që ta shpërngulësh atë nga Turqia, ta çosh në një shtet tjetër të tretë, duhet leja e tij që ta ka shitur. Pra janë në këto tratativa edhe me Rusinë. Pa mendon që vendosja e përplasja e tyre sa e mundshme është? Përplasja e tyre aktualisht unë mendoj që për këto momente nuk është e mundshme sepse të dyja vjetët mosh për këtë impuls. Të dyja palët nuk kanë aktualisht kapacitetet dhe fuqi ushtarake që të përplasen aktualisht në Siri, pra nuk kanë kapacitetin ushtarak për të përplasur në Siri. Turqit nuk kanë çuar forcat aty, pra forcat e tyre janë vetëm forca toksore. Aktualisht nuk ka forca kundërajrore të cilat mund të cënojnë avionët izraelit dhe këtë duan të bëjnë. Pra, izraelitët ndaj kanë penguar vajtjen e bazës dhe kanë shkatëruar totalisht bazën që mos të vendosen forcat kundërajrore. Sepse siç e thash, në rastin e vendosjes forcave kundërajrore, izraelitët humbin përparësinë e tyre strategjike, jo vetëm mbi Sirinë, po humbin përparësinë e tyre strategjike në rast se duan të sulmojnë Iranin, sepse çdo lloj fluturimi duhet kalojë mbi Siri. Në momentin që kalon mbi Siri, automatikisht Siria bllokohet, radarët turq e bllokojnë sepse ata kanë vendosur në mes të Sirisë dhe çdo lloj kalimi i avionëve automatikisht merret vesh përpara, për arsye se radari më i pakat që kanë ata i Hisarve e ka rrezën 80 kilometra. Dhe në këtë moment
izraelitët mendojnë se mund të lajmërohen më përpara iranianët për këtë punë. Dhe në rast se vendoset S-400, atëherë S-400 është një problem edhe më i madh. Për arsye se S-400 merr të dhënat e F-35-s. Janë raketa Tokajer? Janë raketa Tokajer, gjithë ato. Dhe është konsideruar S-400 një nga më problematikët për avionet F-35. Për këtë arsye dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e nxorën nga programi F-35 Turqinë në momentin e blerjes së S-400-s, sepse arrin të vjedhë dhe të marrë të dhënat e avionit F-35. Dhe për këtë arsye nuk e ka përdorur deri më sot, e ka magazinuar. Prandaj ka probleme të mëdha dhe kjo është përplasja. Siria është thjesht arsyeja, pra, po gjëmi arsye, por përplasja është më e madhe se Siria. Dhe për momentin nuk besoj që ka ditën e premte dhe ditën e shtunë, ka pasur bisedime ndërmjet të dyja palëve në nivel të shërbimeve sekrete për të vendosur një linjë deeskalimi. Akoma nuk është vendosur, po bisedim vetëm 2 ditë ka pasur bisedime. Me unë gjykuar nga deklarata shumë ashpër e ministrit të Turqisë, të më thonë që shumë kategorike dhe vinte arom lufta e det për zdreti. Kësafi si e gjykon situatën? Para rreth një muaj e gjysmë në Tel Aviv ka pasur një takim të një mbledhje të krerëve të ushtrisë dhe sigurisë së Izraelit dhe thelbi i mbledhjes ishte që Izraeli duhet bëhet gati për luftë me Turqinë në të ardhmen e afërt. Ky është këndvështrimi i Izraelit. Përsërit edhe një se ta ngulisim dhe në mendjen e njerëzve. Do të thonë, është bërë një konferencë? Është bërë një takim i brendshëm i krerëve të ushtrisë dhe sigurisë së Izraelit para rreth një muaji e gjysmë Tel Aviv dhe thelbi i asaj që ka dalë nga takimi është që Izraeli duhet fillojë të bëhet gati për luftë në të ardhmen e afërt me Turqinë drejt për drejt. Dhe arsyeja është sepse Izraeli ka për qëllim që Siria të jetë një shtet shumë i dobët, sepse nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë kërcënim për Izraelin, siç ka qenë më përpara. E dyta është fakti ajo që tha dhe Goxha që Izraeli ka krijuar një lloj supremacie ajrore në Siri që pas rënies së Asadit, i do thotë se avionet izraelit sot bëjnë çfarë duan në qiejt e Sirisë, godasin realisht çfarë duan. Bëjnë realisht çfarë duan. Një shëtitje bam herë sa bomba kthehen prapë. Turqia vendos bazën tek këtë katër, do thotë që avionet izraelit nuk do bëjnë më çfarë duan në mbi qiejt e Sirisë nëse ndodh kjo gjë. Dhe duket se izraelitët janë të bindur, le të themi, ose të fokusuar që ta ndalojnë me çdo mënyrë tjetër mundur vendosjen e bazës turke në Siri. Si mund ta ndalojnë vendosjen e bazës turke? Si mund ta demoralizojnë Turqinë? Në radhë parë janë goditjet që është duke bërë Izraeli vazhdimisht ndaj bazës, është duke prishur vazhdimisht pistat e bazës të katër që nuk lejon vendosjen e qoftë avionëve, qoftë sistemeve. Si ka mund të jemi të katër? Se gjithandej ndesha pse të katër, apo është një akronim, një logo, një... Baza është afër qytetit Palmirës. Jo, e di, po unë ndesha gjithandej, po shikoja dhe të katër. Shuhet e kudo shuhet të katër. Mund të jetë një kod. Është kod. Kënë koordinatat, sepse është në mes, veri, jug, lindje, perëndim dhe në rreze mbulon gjithë 360 gradë, me që nëse jemi. Mund të jetë diçka të tillë. Dhe aq më tepër që kam përshtypjen që Izraeli mendon se ka Shtetet Bashkuara Donald Trump në krahun e tij. Do në momentin që Turqia ka shprehur publikisht një projekcion investimi për edhe ka një dakordsi, sepse nuk është puna se thjesht ka shprehur dëshirën. Ka një dakordsi me Al-Shara, ka me presidentin aktual të Sirisë, ai që, për ata që nuk e dinë, ai që përzuri Asadit me shpejtësi rrufe, pra një shumë popullor. Al-Shara është popullor në Siri, duan sirianët? Mendoj që nuk është daj popullor në momentin, se Siria është në një lloj kaosi ku një pjesë janë duke vrarë pjesën tjetër. Të përqendrojë trupat për të marrë pushtetin. Le të themi një pjesë e Sirisë, pjesa sunite e Sirisë mund të jetë popullor me... Sa është përqindja sunite dhe sa është përqindja? Besoj 70% janë sunit, 30% janë... 70% duan. 70%. Nuk e di fikse duan apo jo gjithë, po është një moment i tillë. Dhe fakti është që... Jo, do të them, dakor, ideja është kjo që këta duan që nga Siria mos mbehet asgjë, që të mos hyjë Turqia brenda apo të heqin qafe Al-Sharaun. Në radhë parë, Siria nuk duhet të jetë kërcënim për Izraelin. Ky është qëllimi kryesor që ka. Duhet të jetë sa më dobët të jetë mundur. Madje Izraeli ka bërë një thirrje dhe qeverisë tanishme të Sirisë që poshtë Damasku, domethënë, të mos ketë më asnjë trup ushtarake të ushtrisë që ka Siria për momentin. Pra 80 kilometra larg kufirit me Izraelin, duhet që të mos ketë asnjë forcë ushtarake siriane. Për ta vizualizuar, Damasku për shembull është 40 kilometra larg nga kufiri i Izraelit. Tjetra, ajo që intereson në Izraelit është që Siria të jetë aq e dobët sa të mos ketë më mundësi të kërkojë lartësitë Golan, që kanë marrë Izraeli në 67. Sa kilometra katror lartësi? Mos gaboj, duhet të jenë 1200 kilometra katror, por janë shumë strategjike sepse sot për shembull është mali Hermon, që është lartësitë Golan, ushtria izraelite ndodhet në malin Hermon dhe poshtë sheh Damasku. Pra
me ardhen pushtet Sharës, edhe para një muaji deklaroi publikisht që neve I qëndrojmë marrëveshjes të vitit 1174. Pra marrëveshja e vitit 1174 Izraeli dëshiron përfshin demilitarizimin dhe nuk përfshin marrjen e Pra do të lërë lartësit Golan. Po, lartësit nuk përfshin marrjen e Marit Golan. Pra e ka përcaktuar qartësisht. Po duhet kemi një gjë, duhet sqarojmë një gjë, falë që më ndyrë. Pra, te çështja e perceptimit të rrezikut, pra si e percepton Izraeli rrezikun dhe si perceptohet në vendet e tjera. Izraeli percepton rrezik kur ka pengesë në aktivitetin e tij hegemonist. Pra atë konsideron rrezik, jo rrezik se Siria nesër mund sulmoj Izraelin. Ka qenë rrezik edhe përpara. Ka qenë më përpara, po se Siria ka bërë territoret e Golanit do bëhen territori izraelite tani apo? Janë aneksuar. Izraeli ka aneksuar atë, por tashmë ka marrë edhe pjesën tampon, si Trumpi pare ka njohur. Ka marrë edhe pjesën tampon të lartësive Golan. Okej. Ja të pyesim pak Ozeku, në radhë parë një çfarë komente ke për gjithë që u biseduat e tani dhe për temën. Dhe dyta, si ndryshojnë këto kufit kështu tani se unë aneksoj edhe, pra do më thënë, ka më të drejtë ndërkombëtare në raporte midis shtetet apo është thjesht e drejta forcës? Nuk po orientohet. Tani që e drejta ndërkombëtare ka humbur forcën e vet, mund ta marrim edhe në atë që janë rregullat që mbas viteve 90, kur u shpërbën ato që ishin blloqet, duke filluar pjesa e Jugosllavisë, mënyra se si u luftrat dhe çfarë prodhuan, dhe pjesa tjetër pastaj mbas viteve 2000 të territoreve gjithmonë në konflikt lindjen e mesme, duke futur më pas në dekadën e fundit dhe Ukrainën me Rusinë që le të themi është apoteoza për sa I përket forca si mund të ndikojë në modifikimin e kufive. Siria është pak atipike sepse Siria këto 14 vitet e fundit u nis si një luftë civile e mbrëmshme dhe përfundoi në një katastrofë përveç humanitares, ku të gjithë shtetet ndërkombëtare të fuqishme eksperimentuan forcën e tyre aty. Mund ta themi që në Siri kanë ndryrë gjithë. Franca, Anglia, Rusia, Turqia, Izraeli, Amerika, nuk ka vend që nuk ka vënë pak dorë aty. Kur vjen puna pastaj në aspektin e drejtës ndërkombëtare të mirëfill, pikërisht se këto shtete në fund për shkak të forcës peshës së votës së tyre në atë që është OKB-ja, Organizata e Kombeve Bashkuara, diktojnë pak agjendat, këto vende janë gjithmonë pre e aneksimeve të pa deklaruara, Siria po, Libani po, gjitha këto vende, do më thënë, janë vende të... në mënyrë që të jetë, duhet të rinë të dopta, se për ndryshe bëhen rrezik për Izraelin. Po sepse Izraeli është një shtet I krijuar, duhet ta kuptojmë këtë, që Izraeli në historinë e vet është krijuar si pasojë e një lobimi në shekuj, mund ta nisim nga historia po ndalemi, deri pastaj në kulmin e vet, për gjithë arsyet që I dim, po tani të themi ke Turqi, Siri, Izrael, se kjo është tema. Turqi, Siri, Izrael. 1001 net. Jo, 1001 net për histori ku lind historia shumë e bukur dhe të rejse, po të rrim të tema, jo, nuk e kam me ty, është një apel për gjithë studion, po. Konkretisht, Izraeli ka 3 elemente që I konsideron të paprekshme në këto moment, ose është janë lufta e vetë. E para është element ideologjik, parsor, që nuk mund të lejoj që bota muslimane ta rrethoj në mënyrë absolute dhe ta minimizoj rolin e vetë, duke futur Turqinë në këtë rast, përsa I përket botës sunite dhe bashkimit të tyre që për Izraelin është kërcënim real, ideologjik fetar, drejtim. Pastaj kemi elementin strategjik, sepse pozicioni I Sirisë për vetë pozicionimin geopolitik strategjik nuk mund të I kaloj askuj tjetër në atë që është konceptimi izraelit, sepse do t'ishte një pik lidhse pikërisht me botën arabe, me botën muslimane që nuk e kanë njohur Izraelin, rreth 21 vendet të botës arabe nuk e njohin fare Izraelin, dhe është kërcënim madhor për të, dhe nga ana tjetër është edhe pjesa e interesave të shtrirjes vetë në atë që është koncepti territorial I veti. Pra, mbrojtje, territor ekspansionist, për të zgjeruar kufit e vetë, dhe ideologjiku për atë që është ambicia e ka ershme e sara. Duke përfshirë edhe territoret historike, se këtu I lidhemi me historinë. Turqia, më përmbledhas, po? Okej. Turqia ka interesin e vetë, e do të dominoj botën arabe në këtë drejtim, ose një pjesë të saj. Dhe intereson që të bëhet lidere në të. Kjo është. Por Izraeli, në marrëdhëniet që kanë... Jeni dakord me mendimin jo?
Turqia ka një interes më të sigurisë kombëtare shumë të madh me ka çështën kurde. Kurdët. Po. Çështja kurde bile Turqia hyri në luftë edhe kur ishte kriza në Siri, që atje kishte edhe forca ruse. Sa kurd ka në Siri? Ka shumë? Duhet të ketë bëhet fjalë për shumë, nuk bëhet fjalë që po kurdët janë dhe në Irak, apo jo? Po, Irak, Iran, si shef Turqia ka shef Turqi. Dhe nëse këtu kanë marrë një farë statusi, bile aty ata kontrollojnë 1/3 e Sirisë. Sot kurdët me mbështetjen edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, aq sa kanë atë mbështetje, kontrollojnë 1/3 e Sirisë dhe problemi i madh me ta është sepse ata menaxhojnë burgjet ku janë gjithë ata të ISIS-it të burgjet dhe kampet. Dhe ky është një problem tjetër i madh pastaj, nëse do dalë shejtani nga shisha, nuk dihet se si do përfundojnë punët. Gjithsesi ky është problemi. Sa potencë ka ky shejtani, se tani gjithë problemi është që ta janë një aty, nuk janë një aty, janë bëhet fjalë për 8.000 deri në 10.000 luftëtar të ISIS-it. Ata tashmë nuk bën një problem. Ata kështu thanë për Hamasin, kështu thanë për Hezbollah. Ata nuk bën problem. Shpërndarja e tyre nga shumë kombe, bota i druhet atyre. Qeveria e re siriane. Fal, ta myll dhe ky është problemi i rëndësishëm sepse ata kanë marrë një status autonomie. Pra kanë elementet e një shteti. Kurdët në Siri jo. Po kanë autonominë de facto, le them, kanë de facto, nuk është po kanë de facto. Të veçpallur kanë ata dhe kësaj druhet shumë Turqia. Sepse kjo mund të bëhet pastaj shtek për që të grupohen në një shtet mund të kërkojnë që dhe kurdët e... Atëre, mjafton që Turqia t'i kërkojnë ndihmë Izraelit që t'ia shpatallojnë kurdët edhe... Jo, Izraeli në këtë rast mund të kërkojnë bashkëpunim me kurdët e Turqisë. Kemi një problem, se turqët e shohin në dy mënyra. Ky është rasti tipik që ta shkëllim. Ka kaq shumë informacion që... Jo, në drejtim të kurdëve, turqit përdorin dy peshore. Po? Te kurdët e Sirisë i shohin si problematik dhe rrezik kombëtar. Te kurdët e Irakut nuk i shohin si problem, rrezik as për çështje sigurisë kombëtare, biles me kurdët e Irakut kanë bërë marrëveshje për ndërtimin e me bazarin si ka një tubacioni të gazit dhe të naftës me ta. Kurse me kurdët e Sirisë i shohin si problematik. Për arsye se kurdët e Sirisë kanë turqit, pra Turqia. Dhe pse i shef edhe për një arsye tjetër, sepse gjatë gjithë kohës kurdët e Sirisë kanë qenë të ndihmuar nga Shteti Bashkuar të Amerikës, por në terren kanë qenë të ndihmuar nga Izraeli. Janë instruktorët izraelit ata që kanë servitur forcat e FSD-s që qenë në Siri. Dhe është Izraeli ai që mbështet autonominë e kurdëve dhe Biles Netanyahu ka dalë edhe me deklarat para 2 viteve, thoshte që të bëjmë shtetin kurd. Dhe shteti kurd cënon. Dhe këtu ke prapë, prandaj që përplaset... Shteti kurd në këtë rast do të thotë një në kurisë territorit Sirisë. Shteti kurd nuk është në kurisë territorit Sirisë. Jo, po them me këtë rast. Mund të përfshi 4 shtete aty, pastaj mund të hapen problem 4 shteteve. Përfshi Turqinë. Turqi, Siri, Iran. Sepse janë aty, pra kjo është loja e Izraelit. 50 miliona, apo jo? Absolutisht, që të shkatërrojë 20 miliona. Kanë identitet kombëtar fort apo janë absolutisht janë përpara kurd apo musliman? Do të zgjajnë pak me shqiptarët, që janë rreth par kurd, pastaj thuash musliman apo janë kurd fort, janë pra identiteti kurd është më i fortë se identiteti fetar në përgjithësi. Të qenit kurd është më tani atë ore dakord gjitha këto që po thoni ju, tani një dekriptim që bëj unë, se dua të ndihmoj publikun, është ky që atëre Turqia dhe Izraeli kanë interes që të merren vesh me njëri tjetrin dhe nuk kanë. Të shkatrojnë Sirinë në legutir. Jo, s'kan interes. Nuk kanë interes. Izraeli duke mbështetur kurdët e man Turqinë të dobët, e man të kërcënuar vazhdimisht. A dhe Turqia çaj bën Izraeli? Duke ushtrirë sa më tepër kërkon që pushteti sirian të shtrihet në gjithë territorin sirian, të cilin edhe në kurrizë të autonomisë kurde. Po, izraelitët e marrin si kërcënim për sigurinë e tyre. Ndërsa turqit nëse kontrollojnë Sirinë mbajnë nën mors të dy shtetet kanë interesat sigurisë tyre kombëtare në konceptin e njërit dhe tjetrit. Edhe kjo është problemi më i madh aty. Kush po i menaxhon më mirë këto interese tani, turqit apo izraelitët? Aktualisht ata që menaxhojnë më mirë interesat janë turqit në këtë moment, për arsye se turqit kanë arritur, pra kanë në kontroll qeverinë siriane. Janë në procesin e bërjes së një marrëveshje ushtarake mbrojtjeje me Sirinë, pra janë në definimet finale, pra akoma nuk është firmosur, po janë duke definuar çështje teknike, një traktat mbrojtje dhe në momentin që realizohet ky traktat mbrojtje, pra në shohet i mbrojtjes, midis Turqisë dhe Sirisë, automatikisht
prevalon në aspektin ndërkombëtar, pra avokatja mund të shpjegojë, në aspektin ndërkombëtar Turqia në këtë rast, sepse është një marrëveshje dy paqe, dhe në aspektin e sigurisë do me thonë që e merr totalisht në kontroll. Pra Siria kalon nën kontrollin e Turqisë. Pra në atë që quhet neo-otomanizmi, sepse edhe otomanizmi, pra otomanizmi kështu funksiononte, pra funksiononte me demonstrimin e forcës para 2 ditësh. Në atë që është baza kryesore. Para 2 ditësh e bëri për arsye se ishte parashikuar Ministria e Mbrojtjes turke, kishte parashikuar që ditën e shtunë dhe diel do kishte ngritur një komision të posaçëm teknik për të vajtur dhe për të parë gjendjen teknike të bazës dhe për të bërë pjesën e instalimeve, njërën tjetrën në vlerësimin. Sa do ishte investimi. Vlerësimin. Dhe Netanyahu në mbledhjen e kabinetit ka deklaruar qartësisht që dritarja për të goditur bazën të 4 është shumë e vogël. Kemi shumë pak kohë përpara se ekipi teknik turk të vi atje. Dhe kanë goditur përpara se të mbrinte ekipi turk. Po mesazh për turkun është, flasim atë që është për t'ia bërë të vështirë, pra në rast se baza ishte e paprekur dhe turqit do investonin ta zëm $2 milion, tashmë do të investonin 10 milion. E bëjnë më të vështirë futjen në bazë. Dakor, por është edhe paralajmërim për të thënë që ti këtu nuk shkel sepse jam unë. A çfarë do lloj paralajmërimi? Ai paralajmërim do funksionon për Sirinë, por nuk funksionon për Turqinë. Pra ky lloj paralajmërimi, se kemi Izraeli ja ka çu Turqisë, nuk e ka çu Sirisë. Po ky lloj paralajmërimi i Izraelit për Turqinë e çon Turqinë afër Iranit, se këtu është gjithë problemi. Pra Izraeli është duke lozur me zjarrin shumë keq. Dakor. Okej. Dorim dhe në minutazhin në vijim se këtë tek kemi, por do kalojmë Unqa Shtama, Optika Luani dhe blokun publicitar dhe shi pas pak.